po më ngelet peng, por po kthehem te kurioziteti që na mbeti. Pra, ishte konsumi i omega-3-shit, peshku dhe të gjithë elementeve të tjerë ushqimor, të cilët e furnizojnë organizmin ton me omega-3. Sigurisht në rastet caktuara kur nevojat janë më të mëdha apo trupi nuk ka arritur dot të marrë mjaftueshëm omega-3-shin nga ushqimet, apo ne nuk ja kemi dhënë mundësinë trupit nëpërmjet dietës që marrim, herëherë edhe suplementohemi, por edhe këtu pa këshillin e mjekut nuk duhet bërë, sepse si do të jetë në fund të ditës ajo çfarë është më afër natyrës është më e shëndetshme për trupin ton. Megjithatë, nëse ne arrim të vendosim në dietën tonë ushqimore konsum të acideve yndyrore esenciale, konsum të peshkut, të gjalpit të fshatit, gjithmonë nëse marrim 14 gram të tij, të vezës apo elementë të tjerë që na ofrojnë omega-3, ne arrim të shmangin ose të reduktojmë mundësinë për sëmundje kardiovaskulare me gati 30%. E për ata të cilët janë tashmë të diagnostikuar me hipertension arterial apo problematika të tjera metabolike, sigurisht nuk është kur vonë për të vendosur një ushqyerje të rregullt të balancuar. Ne folëm për ushqimin, por ama një rol thelbësor ka dhe aktiviteti fizik. Sigurisht, mënyra se si ne zhvillojmë aktivitetin fizik, kozgjatja e tij, lloji i aktivitetit fizik ndikon edhe në menaxhimin e presionit arterial. Për individët të cilët nuk e kanë mundësinë qoftë në kohë apo qoftë edhe për hir të shëndetit, mjaftojnë edhe 30 minuta. Por kur flasim për 30 minuta aktivitet fizik, nuk do të thotë 30 minuta duke bërë punë të shtëpisë, sepse shpesh me pacientët e mia e dëgjoj, po unë bëj aktivitet fizik se bëj gjithë ditën punët. Sigurisht, ajo është një lëvizje e muskujve dhe e organizmit, por aktiviteti fizik për cilin unë po flas është ai i dedikuari. Pra që ti del nga shtëpia enkas për të bërë këto 30 minuta. Në këtë lloj mënyre trupi është më aktiv, truri funksionon më mirë dhe patjetër që vlera apo rëndësia që ky aktivitet ka në organizmin ton është më i madh.